Leonida, të përshëndes më tepër detaje nëse mundesh për këtë operacion dhe kush janë personat që janë arrestuar. Përshëndetje Fabiola, në fakt është një operacion i zhvilluar në orët e para të mëngjesit të sotëm pikërisht në periferi të qytetit të Durrësit dhe konkretisht në zonën e Gjirit të Lartësit, atje ku në një restorant 7 persona të kërkuar nga policia, mes tyre i shumë kërkuari Xhevdet Plaku, një personazh i njohur për policinë shqiptare dhe atë ndërkombëtare, pasi mbi të gjitha është ekstraduar plot 4 herë në drejtim të Shteteve të Bashkimit Evropian, atje ku kishte edhe kryer veprat penale, por gjithashtu i ka shpëtuar edhe 5 atentateve të cilat janë organizuar në drejtim të tij pikërisht në Durrës dhe në rrethet të tjera të Shqipërisë. Xhevdet Plaku është një personazh i rëndësishëm i botës së krimit këtu në qytetin e Durrësit, pasi ka qenë i përfshirë në disa ngjarje kriminale dhe në trafikim të lëndëve narkotike brenda dhe jashtë vendit, madje ka patur edhe një lidhje dhe me ish shefin e krimeve të policisë, të drejtorisë së policisë së qarkut të Durrësit, Detan Gjonin, i cili e kishte thërritur në zyrën e tij për t'i kërkuar ose për ta marrë në një intervistë në lidhje me një ngjarje që kishte ndodhur në qytetin e Durrësit, dhe më pas personat të cilët kishin lidhje me shefin e krimeve, me Detan Gjonin, i kishin bërë prit, i kishin realizuar një atentat në drejtim të tij, por për fat të mirë për 45 vjeçarin nuk rezultoi problematik, pasi arriti të mbijetonte dhe këtij atentati. Ndërkohë që janë arrestuar dhe 6 persona të tjerë, janë 6 persona me rrezikshmëri të lartë kriminale, të armatosur le të themi deri në dhëm në momentet e arrestimit, teksa ndodheshin të gjithë së bashku në restorantin në Bregdetin e Gjirit të Lartësit. Policia ka patur informacione të detajuara për këtë takim të këtyre individëve të përfaqësues të krimit të organizuar në qytetin e Durrësit, por jo vetëm, edhe në trafikimin e lëndëve narkotike edhe në Itali, por edhe në Hollandë. Ishte një takim i cili nuk u përmbyll ashtu sikur sa ata kishin parashikuar, pasi policia e Durrësit në bashkëpunim edhe me forcat Renea dhe ato të ndërhyrjes shpejt kanë mësyer në ambientet e këtij lokali, duke bërë të mundur neutralizimin e tyre dhe më pas arrestimin e 7 personave, mes tyre edhe kryesorin Xhevdet Plaku, 45 vjeçarin, si kundërshtar pak më parë një personazh shumë i kërkuar nga ana policisë së Durrësit dhe mbi të gjitha ju kishte shpëtuar 5 atentateve. Leonida, disa herë i arrestuar, disa herë i ekstraduar, megjithatë sërish i lirë Xhevdet Plaku. Si ka mundësi? Në fakt ai është arratisur disa herë nga burgu, atje ku qëndronte në Itali dhe në Hollandë, për këtë arsye dhe për shkak të atentateve të cilave ju ka mbijetuar, njihet edhe me pseudonimin Akili, tashmë me legjendën e famshme Helene. Dhe një pyetje, të lutem, duke qenë se policia ka qenë shumë në aksion këto ditë, kemi pasur operacione tepër të rëndësishme. A ka lidhje ky operacion zhvilluar në Durrës me operacionin Ura? Jo, në fakt është operacioni i veçuar nga operacioni Ura, pasi Spaku në këtë rast nuk ka patur fare lidhje qoftë me operacionin, por qoftë edhe me hetimet që ka patur në drejtim të këtij grupi, veç për një person kishte dhënë masën e sigurisë arrest në burg në dielin tim, është nga 6 personat e arrestuar, është njëri prej tyre, por për sa i përket si strukturë, le të themi, ose si hetime, ka kryer të gjithë drejtoria e policisë së qarkut të Durrësit, pasi ka patur të gjitha informacionet e nevojshme dhe më pas ka kërkuar mbështetjen e policisë së shtetit dhe kryesisht të forcave Renea. Mirë, Leonida, faleminderit për këtë informacion, këtë raportim që bëre në këto momente nga policia e Durrësit. Faleminderit.